Jam në një nga ishujt e Lago Maggiores, në ishullin e bukur Isola Bella, Pallatin Borromeo, i cili është jashtëzakonisht i bukur me statujat e tij, me shatërvanin spektakolar, por nuk po ju flas për asnjë nga këto, për gjithë pjesën e luleve. Gjëja që është më e bukur është ky pallua që qëndron mbi statuj. Shifeni. Qëndron mbi statuj, është i gjithi, po ta shohësh, është i gjithi se këtu jam kundër dritës. Shive se si qëndron mbi statuj. Është gjëja më interesante, pra që mund të shohësh, shive se si qëndron, dhe është i gjithi mbi statuj. Shive sa i madh që është. Është pjesë e një prej shiheni tani, prej, po e quaj një prej shatërvaneve më të bukur të kësaj zone, shatërvan gjigant, i cili ka në majtë të tij të pallojin e famshëm. Shi si rri palloj dhe nuk lëviz. Nuk po reagon, megjithëse po i thrasin. Në kopshtet e Palazzo Borromeo në Lago Maggiore. Edhe palloj mbi mua.